Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë me gazetarët foli për zgjedhjet në Bashkinë e Vlorës, ku theksoi se kandidati Gjergj Nika nuk ka asnjë lidhje me Partinë Demokratike, por ai është këshilltar i propozuar nga Lulzim Basha me Enkelejt Alibein. Spari, ai s'ka asnjë lidhje me Partinë Demokratike, ai është këshilltar i propozuar nga ish kryetari i Partisë Basha me Alibein, se lidh asgjë me Partinë Demokratike, kështu që të shprehet, të pyet se me kë do mbështes Partia Demokratike do mbështes kandidatin që ka deklaruar se do e mbështes, s'ka asnjë lidhje me atë kandidatin Kallp. I pyetur në lidhje me protestën e së premtes për UÇK në Tiranë, Berisha tha se nuk ka pasur asnjë urdhër nga selje e Partisë Demokratike për të marrë ose jo pjesë në tubim. Ndryshe, nuk ka patur asnjë urdhër për të marrë apo për të mos marrë pjesë në protestën e UÇK-s, e organizatës së UÇK-s. Nuk ka patur. Së dyti, duke mbështetur plotësisht kauzën e drejtë, luftën e drejtë të luftarëve dhe udhëheqësve të UÇK-s për liri dhe dinjitet kombëtar në Kosovë, unë i kam shpreh gjithë konsiderantat. Absolutisht denoj manipulimin e të mërshëm me këte kauzë të Edi Ramës dhe cili do kujt tjetër. Kryedemokrati akuzoi Ramën si tradhtar të shqiptarëve në tërësi dhe Kosovës në veçanti.